Loricana nuk do t'jeti gatshëm të luajë në ndeshjen e parë të kombëtares shqiptare për këtë vit atë përballë Maltës me 11 shkurt. Edhe pse kishte një shpresë të vogël për t'u kthyer në fushë me 8 shkurt, mediat franceze shkruajnë se kjo gjë bëhet e pamundur, pasi rikuperimi i Canës në gjurin e djathtë do të paktën edhe 3 javë. Sipas tyre, kapiteni olimpiku të Marseilles do të mungojë në 3 sfida të vështira përballë Lyon, Sochaux dhe Bordeaux. Burime pranë lojtarit kosovar bëjnë të ditur se ai po bën stërvitje vetëm në pishinë. Seancë kjo që drejtohet nga Filip Lukas, ish trajneri kampiones franceze dhe europiane të notit Laura Manadou. Sipas po të njëjtave burime, kjo stërvitje do zgjas edhe për disa ditë për të kaluar më pas në fushë. 25 vjeçari Cana ka qenë një nga shtyllat kryesore të përfaqësueses tonë në ndeshjet e para eliminatore të botrorit 2010. Mungesa e tij do të jetë një dhimbje koke për trajnerin e kombëtares Ari Han, i cili duhet të kërkojë një zëvendësues të denjë të tij në Maltë, ndeshje e cila do të transmetohet direkt me 11 shkurt në Supersport.